Mira besimtar musliman kanë festuar sot Fitr Bajramin në shumë rrethe të vendit, që në orët e para të mëngjesit ashtu siç është tradit, kudo në vend Fitr Bajrami ka nisur me faljen e namazit. Sheshi Gençeri i Elbasanit ka mbledhur rreth 3000 besimtar, të cilët pas një muaji agjerimi janë lutur që Zoti ta pranojë sakrificën dhe lutjet e tyre për më shumë begati dhe gëzim në familje. Kjo shoqëri, nëse do të edukohet me besimin islam, kjo shoqëri nëse do të kultivohet besimi, moralet e larta të besimit islam, padyshim se kjo shoqëri do të jetë e zhvilluar. Doja ta mbyllja vetëm me këtë shembull, që është një nga shembullt që ne shumë afër e përjetuam. 40 familje besimtare nuk mbollën hashash. Nuk i pengoi dhe ata nuk kishin frikën e ligjit apo frikën e shtetit, po kishin frikën e Zotit. Pra ky edukim i pastër i këtyre njerëzve të ndershëm, edhe pse ishin të varfër, nuk pranuan kurrë që të bëhen pjesë e kësaj keqes. Xhamia e Bubekër në Shkodër ka mbledhur besimtar të shumtë në faljen e namazit. Muftiu i Shkodrës, duke folur përpara besimtarëve musliman, tha se në këtë festë mbizotron vëllazëria dhe harmonia mes njëri tjetrit. Ai bëri thirrje që të jepet fund mashtrimeve dhe padrejtësive që bëhen në emër të demokracisë dhe t'i hapet rrugë vlerave njerëzore. Korçë ashtu si çdo vit përcolli mesazhin e saj për këtë festë të madhe të muslimanëve. Durrësi, një nga qytetet më të mëdha në vend, ka festuar Fitr Bajramin, ku qindra besimtar musliman kanë falur namazin duke uruar për më shumë begati në familjet e secilit prej tyre.